Për mu këta janë gjithçka, me këta menet nuk i stres, një negativ nuk e pranojnë. Kalin fëmijën, plakin së në rrenjsh. Parët tonë me plisa kanë kaleru, këtar jemi edhe inshallah do zotë shqiptar do të desim. Në Thashi, vi për Prizreni edhe jem pronari farmës Uki Ranch. Lindi ideja për Marokit edhe jemi tu përgadit për një ranch të bukur për Prizrenin që ka nevoj shumë për atrakcione të kalerimit, për socializimin e kafshëve me fëmijën. Besoj që do të punojmë, do të vazhdojmë me sukses. Do të vazhdojmë. E vështirë nuk është për ata që i dojnë kuajt, e vështirë është për ata që nuk i dojnë, është fakt një me që kuajt kanë përkushtim të madh. Duhet mju përkushtu orarin e ushqimit, krerjen, mbathin e patkojve, po si do qoftë nëse je marak, nuk është as fakt vështirë nuk është. Fillim tranqit ja kemi nis me 4 kuaj, eventualisht për momentin i kemi 8. 3 na u kanë shtu, një e kemi ble, kështu që në të ardhmen besojmë që do të kemë ma shumë kuaj me zgjeru pak ronqin, menojmë që të ardhmen do të botoj. Për mu, këta janë keq trend. Maroki nuk ka pages, nuk ka çmim, unë nuk kom shku në atë kategori cili pi ble ma shtrenjt, cili pi ble ma lirë. Për mu këta janë gjithçka, edhe pa këta nuk muj me jetu, jem lidh emocionalisht, pis zvoglimit i du, edhe falë Zotit sot i kam, edhe do të menoj dhe në fund të jetës tem me këta bashkë mu kanë. Vetmja karakteristikë të kuajt është që stresi negativ të njerit, ta e ketë. Me këta menet nuk i stres, nuk i ngrakes, me ta të rritë të ty. Shkurt, janë kafshë të vetmit në këtë botë që ta ekin stresin për trupit njerit. Stresin negativ. Kuajt si cili e ka emrin e vetë, karakteristikat e veta, karakteret e veta, edhe falë Zotit janë turt, janë të kalerimit, jemi të i eduku paka shumë, jemi të i trajnu, po si do qoftë, kuajt janë turt, edhe janë për me kaleru për në të ardhmen për fëmijë, për gjenerata të reja dhe për çdo kënd që kush e ka marak. Kjo Tina, edhe mozi vogël, mozi i Tinës e quhet Troja. Troja e ka 2 muj. Ajo në mes është autoktone e Jonja, ngjyrë hiri, është Rita. Po, që ditë që pas kemë nuk rritë në mërë qita, ka në i do me thonë një qita ashtë. Për fat keq edhe të mirë thamë që i kom marë kështu t'i kom ble, po për kundrazi janë emrat mirë, janë të lezetshëm edhe besoj që edhe për këta janë për 7 emrat. Kjo është Alfa, i ka 9 muj, mashallah kjo është bereqeti shtallës, sefte mu ka shtu në shtallën tonë. Edhe përshia që dy qështë është pak ma e socializume. E vërtet se për fillimit jemi socializu edhe është marrë me fëmijë, me gjenerata të reja që kanë ardhur me vizitu edhe nuk e ka problem me njerëz, me pas kontakt me njerëz. Po, të më thonë përgjithësi nuk janë tegër. Jo, absolut. Këta ka një nivelli të veçantë që një negativ nuk e pranojnë. Kali, elhamdulillah, ka një veti që nëpërmjet pulsit zemrës të merr vesh a tutësh, a nuk tutësh, a i do kuptu. Edhe njeri para se mu afru, e ka ato fobit e veta ndaj kafshë edhe po një ashtu dhe prej kalit, po kalin fëmijën plakin së në rrenjsh. A për në të rëganë sa vjet i ki? 13. A të pëlqen me kaleru? Shumë. Që sa jetu kaleru? Që 1 muj 2. Jetu mësua, po? Po, të ushtur të Uki Ranch. Qka doket e veçantë e kuajt edhe pse ke vendos me mësu me kaleru? Më pëlqen shpejtësia të kuajt edhe më pëlqen shion. Kur të rritesh a ki mo bo kalërës kështu ta mënë, sigur ata që jënë konë në për luftra. Inshallah. Elzana, po
të na tregën kur është koha më e përshtatshme për me kaliru. Kalerimi normal, koha kalerimit është në pranverë, po për marakli nuk ka sezon. Marakli dalin edhe në dimër, edhe në verë, edhe në vjeshtë. Po normal për fillestar, pranvera, vera, kjo është koha e dur për me kaleru. Ta normal lodhen, zakonisht si njerëz lodhen, po nuk ban mi nga ku shumë, edhe pse këta kalerojnë kohë gjatë me kilometra, nuk është e pra pa me sa, po nuk lodhen, po edhe këta kajnë pushimin e vetë. Se, mon plisin se së kam nga. Plisin e kom qitë se është simbol shqiptarëve, edhe shqyqy për Zotit, të parët tonë me plisa kanë kaleru, me plisa kanë dalë me punu, edhe ju kësha lutë gjithë gjenerata treja që ta kthejmë traditat tona, t'i majmë kuajt, t'i përkushtohemi traditave shqiptare, se shqiptar jemi edhe inshallah do Zoti shqiptar do të vdesim.